nëse stërvitja matet me 3 variabël që janë frekuenca, që do thotë numri i ditëve të ti stërvitesh, intensiteti, që do thotë sasia e peshave që përdor dhe shpejtësia me cilën ti ekzekuton ato. Dhe volumi që është numri total i seteve dhe i përsëritjeve që ti ekzekuton brenda një seance stërvitore, një individ i cili stërvitet në mënyrë natyrale duhet të inkorporojë frekuencën dhe intensitetin dhe jo volumin. Do thënë kombinimi fitimtar është kombinimi i frekuencës me intensitetin. Po sigur të jetë volum dhe frekuencë, mund të sakrifikosh intensitetin. Po pikërisht për këtë fakt që unë përmenda më parë, për shtimin e kortizolit, përtej një minutazhi të saktuar, një individ natyral e ka të pamundur që të mund të sakrifikosh frekuencën, pra të kesh volumin, intensitetin, po të ulësh frekuencën. Po pikërisht aty dalim tek ozjatja e training. Nëse ti prap tek ozjatja, kështu që këto janë variablet studiuara mirë, janë variablet studiuara mirë dhe duke qenë se janë studiuar mirë është arritur në një konkluzion të tillë që frekuenca është the king. Frekuenca është primare. Që do të thotë që duke qenë se një individ natyral të vetme nxitje anabolike ka stërvitjen me pesha dhe ushqimin, atëherë për të patur nxitje nga stërvitja me pesha duhet ta kesh frekuente. Do të thotë që duhet jetë një grup muskular, duhet kapur në mënyrë ideale 3 herë në javë. Por nëse nuk e kap dot 3 herë në javë, të paktën 2 herë në javë.